dashur bashkëvetasit e mi, të nderuar dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, invalid dhe veteran të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, i nderuari kryetari i Këshillit Kombëtar Zotëri Jakub Krasniqi, i nderuari kryetari i nismas për Kosovën Zotëri Fatmir Limaj, i nderuari përfaqësuesi i Degës së Aleancës për Kosovën Zotëri Zeqir Qiqina, të nderuar kryesues dhe kryetar të degëve që keni ardhur sot këtu. Shumë, tepër shumë të respektuar ju qytetarë të tjerë të komunës së Drenosit që keni ardhur sot këtu me mbështet mua në hapjen e fushatës për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Drenosit. Ju përshëndes dhe ju falenderoj nga zemra që keni ardhur në mbështetje të kësaj kandidature. Njëherë ju përshëndes dhe ju uroj festat e nëntorit të gjithë shqiptarëve, kudo që janë ata. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar përkrahas të ndryshimit të qeverisjes në komunën e Drenosit, të nderuar përkrahas të mentalitetit demokratik dhe të pluralizmit demokratik në Drenas. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe përkrahjen që më keni dhënë dhe po më jepni, me qëllim që ta jetësojmë ndryshimin e madh që po vjen në Drenas. Siç e dini, gjatë ditëve të fundit kam pasur shumë takime konsultative me qytetarët e Drenosit, që lidhen me zgjidhjet e 4 dhjetorit. Me bindje dhe besim plot mund t'ju them se kudo ku kam shkuar jam pritur përzemërsisht. Kudo ku kam shkuar kam parë qytetarë tek qytetarët gatishmërinë për të ndryshuar Drenosin. Kudo ku kam shkuar kam pasur përkrahjen më të sinqertë lidhur me kandidaturën time për të parin e komunës së Drenosit. Prania juaj dhe përkrahja e gjerë që po gëzoj në të gjitha fshatrat në qytetin e Drenosit është dëshmi se qytetarët e Drenosit janë lodhur se qeverisuri tani e 16 vjet nga njëjti mentalitet qeverisës. Janë lodhur dhe dëshpëruar nga premtimet që nuk janë përmbushur gjatë gjithë këtyre viteve. Janë shkëmbyer nga demagogjia, nga mos përmbushja e premtimeve dhe nga mos mbajtja e fjalës nga ata që po qeverisin, ose më mirë të them, nga ata që kaq vite po e ketë qeverisin Drenosin. Dhe qka ju themi ne? Ne ju themi ballë ma. Ballë ma. Ballë ma se ju besuam dhe nga shgjenjyën. Ballë keni përfituar nga besimi ju. Ballë ma me premtime të rrejshme. Ballë ma me nepotizëm. Ballë me shkatrimin e të ardhmës tonë. Ballu pasuruat në kurrizin e këtyre qytetarëve të varfër. Ballu ma se keni ngujfatur zhvillimin ekonomik komunën tonë. Ballu ma me uzurpimet pronave komunale. Ballu ma me ndërtime tegra. Ballu ma me kërcënime shantaje. Ballu se vërtet na keni lodhur. Ballu ma.
se ne duam ndryshime. Të nderuar pranishëm, ka ardhur koha qeveria komunale të mos jetë me sundimtarëve e qytetarëve të saj, por të jetë në shërbim të tyre. Ka ardhur koha që mentaliteti qeverisës që e ka qeverisur Drenoshin të ndryshoj, dhe të jeni të sigur se me mua si kryetar Drenoshi do të ndryshoj. Unë dhe ekipi im me të cilin do të qeverisë komunën e Drenoshit, asë njëherë nuk do të shohim qytetarin nga lartë. Asë njëherë nuk do të konsiderojmë qytetarin në shërbimin tonë. Por gjatë gjithë mandatit tonë, do të jemi në shërbim të qytetarit dhe vetëm të qytetarit. Si se keni parë, gjatë ditëve të fundit në Drenas, ka zbarkuar pothuaj gjysma e qeverisë dhe një numër goxha i madh i deputetëve të Kuvendit Kosovës nga rollat e partisë tjetër, e cila, duke qenë alarmuar se do ta humbë garen për kryetar të Drenoshit, po për hop, po propagandë se nëse ata nuk fitojnë në Drenas, do të mbaroj Drenica, se nëse ata nuk do të fitojnë, Drenica do ta marrë lumin. Jo bre ja, këtyre dhe juve, unë po u përgjigjem dhe po u them se me fitoren time, lumi do të marrë jo Drenoshin, por këtë qeverisin dhe korrupsionin që e kanë bërë. Ata vazhdimisht po propagandojnë se llape Dugaqin, por dhe gjithë Kosova janë ngritur në këmbë kundër Drenicës në këto zgjedhje tona komunale. Natyrisht se kjo nuk është fare e vërtetë. Në lidhje me këtë propagandë, mund t'ju them se më të dëmshëm janë ata që nxisin përqarje krahinore, se sa edhe një kryetar këtë qeverisë. Prandaj, nga unë kur nuk të dëgjoni fjalët që nxisin përqarje, sepse ai që nuk e don llapin, ai që nuk e don Dugaqinin, nuk e don as Drenicën dhe as Kosovën. Ne të gjithë, kudo që jemi një dhe të pandarë, sepse kemi këtë festë 28 nëndorit që na përkujton këto për çdo vit. E kemi simbolin e rezistencës Adem Jasharit, ku të gjithë jemi një, dhe ne nuk jemi të ndarë për qarë, të bashkuar shkojmë në Evropë dhe të bashkuar integrohemi dhe në NATO, po jo të ndarë në regione dhe me mendime provinciale. Të nderuar pranishëm, edhe 16 vjet pas përfundimit luftës, Drenoshi është një ndër rajonet më të pazhvilluara në Kosovë. Atëherë shtrohet pyetja, se si po mbaru ka Drenica dhe Drenoshi nëse pushtetin nuk e rimonin këta që e kanë pasur. Jo, me fitoren tonë nuk do të ndodhë asgjë e keqe. Përkundrazi, Drenoshin do ta marrë të mbarën, dhe të mbarën do ta fillojmë duke krijuar së pari një klimë demokratike, duke zgjedhur në përdrejtëri njerëz të aftë dhe madje pa dallime partijake, duke mos u kërkuar haraç investitorëve. E ju e dini. Ju e dini se sa investimet i kanë humbur në Drenas për shkak se investitorëve është kërkuar haraç. Prandaj, mund ta merrni me mend se sa qindra mijëra qytetarë kanë humbur mundësinë që të punësohen dhe të jetojnë të dinjitetshëm në aspektin socio-ekonomik.
Ndryshimin do ta bëjmë duke I kushtuar rëndësi të veçantë zhvillimit ekonomik, arsimimit, I cili është themeli dhe I zhvillimit dhe përparimit të çdo shoqërie. Do të kujdesen personalisht që në konkurset për mësimdhënës të përzgjidhen më të mire në mënyrë që fëmijët tonë të kenë arsim sa më cilësor. Do të angazhohem maksimalisht në fuqizimin e sistemit shëndetësor në komunën tonë. Do të përkushtohem t'i motivoj sa më shumë punëtorët shëndetësor në mënyrë që shërbimi shëndetësor për qytetarët të jetë sa më I shpejtë dhe sa më cilësor. Vëmendje sonë nuk do t'i shpëtoj as çështjat që kanë mbetur dhe të kanë të bëjnë me pastërtinë e ambientit. Do të jemi në kontakt vazhdueshëm me fabrikën e Feroniklit në mënyrë që ndotja e ambientit të jetë brenda limiteve të lejuara. Pra, nuk do të lejojmë që për interesa fill personale të dëmtojmë fëmijët tonë me ajrin e ndotur. Ne do ta respektojmë ligjin. Të nderuar pranishëm, do të që tani kemi identifikuar një varg problemesh që karakterizojnë komunën tonë. Unë nuk do të them fjalë të mëdha, nuk do t'ju bëj premtime që cilat nuk përmbushen, e të cilat I tejkalojnë edhe kompetencat e një kryetarit komunës. Por, do të merrem me problemet e përditshme të qytetarit, me problemet që mund t'i zgjidhë kryetari I komunës. Kjo do të thotë se do të përmirësojmë cilësinë e arsim, do të fuqisojmë shëndetësi, do të krijojmë rregull në fushën e infrastrukturës, do të bëjmë pamundurën që fshatat e komunës të Drinosit të kenë ujë të pishëm dhe kanalizime. Do t'ju dalim në ndihmë studentëve që s'kanë mundësi ekonomike, që t'i vjojnë studimet. Do t'ju ndihmojmë dhe do t'i përkrah shumë bashkëpushtettarët e mi të ushtrisë së landeshme qlirimtare. Ata do të kenë vëmendjen e përhershme, sepse ata janë më meritorë edhe për lirinë, po edhe për demokracinë që po e gëzojmë sot. Me një fjalë, ne do të jemi në shërbim të vendit tonë, në shërbim të Drinosit e veçanërisht të atyre që më së shumti kanë nevojë. Natyrisht, se këto premtime nuk do të mund t'i përmbush vetëm mandatin tim të parë. Ky mandat është I shkurtër, por këto premtime do të vazhdoj të jetësoj në mandatin e dytë, duke qenë I bindur se në punën tonë të mirë dhe të ndershme, në mandatin e parë zgjedhjet e vitit të ardhshëm do t'i fitojmë shumë më bindshëm se këto që do t'i fitojmë. Të nderuar qytetarë të Drinosit, duke votuar për Isa Xhemojlaj, votoni për ringjalljen e shpresës suaj. Votoni për arsim cilësor. Votoni për infrastrukturë. Votoni kundër kësaj këtë qeverisje dhe kundër korrupsionit. Votoni për një ardhme më të mirë për familjet dhe fëmijët tuaj. Ju premtoj se nuk do t'ju dëshpëroj e as nuk do t'ju zgënjej, sepse gjatë gjithë jetës time, edhe në kohë shumë më vështira se kjo, kemi qenë së bashku. Çdo herë e kam bajt fjalën, dhe asnjëherë nuk jam lëkundur dhe nuk do të lëkundem në rrugtimin tim të çlirimit, të lirisë dhe demokracisë. Jeni të sigurt në fiturin time. Fitoria ime është edhe fitoria juaj. Fitoria ime është fitore për gjithë Drinosin. Me mua fitojnë Drinosi. Urime festa